Miq dhe armiq, mirëmbrëma. Do të flasim sot për diçka shumë të veçantë, për një histori që nuk i bie kujt në jetë që ta ketë, edhe eksperjenca dhe historia është shumë e veçantë, edhe personazhi për cilin ne jemi mbledhur sot të flasim për të, është shumë i veçantë, megjithëse është një alidem si regjur ashtu siç duhet. Blerina Gjoka, mirëmbrëma dhe shumë faleminderit që erdhe në Esencë. Kam kohë që dua të marr për këtë histori, po më në fund ja ku u mblodhëm. Ju jeni gazetare e Birnit, apo jo? Aktualisht punoni atje, punoni dhe tek keni dhe një projekt tuaj në lidhje me kujto.al, një nga faqet shumë më interesante për lidhje me personat e dënuar para viteve. Me memorien kolektive të kohës komunizmit. Komplimente shumë për punën tuaj. Faleminderit. Arsyeja pse ju thira në studio ka të bëjë me Lulzimin, me një personazh piktor, artist, që më thuaj pak më shumë për jetën e tij dhe për dokumentarin që keni bërë. Po, atëherë, Lulzimin nuk e njihja para 2 vitesh, por kretë rastësisht njoha një personazh tjetër që më çoi te Lulzimi, që është një historian, arkivist, aktualisht në pension, Astrid Jegeni. Ai më tregoi që ishte shumë dashamirës i pikturave edhe i autorëve shqiptar përgjithsisht, dhe në shtëpinë e tij në koleksionin e madh të pikturave kishte edhe 2 piktura të vogla, të cilat mi prezantoi si këto nuk janë të mia, këto i përkasin dikujt tjetër, por nuk e kam gjetë akoma pronarin e tyre, autorin e tyre që t'ja jap. Edhe u bëra kurioze se gazetaria ka këtë tipar që je kurioze për të mësuar historinë deri në fund. Dhe ai më thotë, kur punoja në arkivën e Ministrisë Brendshme si arkivist, i ri, sa kishte mbaruar shkollën, gjeta këto 2 piktura në një karton, në kuti kartoni jashtë inventarit. Dhe kuptova që këto do hidheshin, do prisheshin, sepse zakonisht kur dënoheshin artistët në gjatë komunizmit, veprat e tyre asgjësoheshin ose vidheshin. Dhe ju e dini se jeni artist që kemi rastin e Max Velos, i cili i kërkoi pafundësisht veprat e tij dhe nuk i gjeti më kurrë, nuk ja kthyen më kurrë. Dhe u bëra shumë kurioze. Thash, po sa kohë ka që i mban në shtëpi? Tha, kam gati 30 vjet që nga 92-93 që i mbante në shtëpi. Dhe kam dashur t'ja kthej, tha autorit. Arsyeja pse i mora dhe i çova në shtëpi ishte që të gjeja personin dhe t'ja ktheja. Por nuk e gjeta dot. E kërkova te shoqata ishte për ndjekurve politik, më than, ka ikur. E dinte emrin apo ishte thjesht LB? Si ishte? Historia e emrit ishte edhe më interesante, sepse te pikturat kishte vetëm një inicial, që ai nuk e lexoi dot mirë, ishte një LB, po ai ishte shumë i sigurt. Dhe çfarë bëri Astriti? I mbante pikturat këtu dhe ndërkohë shfletonte dosjet e me LB. Po. Dosje, dhe në një moment gjen dosjen e një piktori të ri, i cili ishte arrestuar i ri dhe ishte dënuar, dhe në hetuesi kishin përdorur përveç të tjerave që ke fol kundër regjimit, kundër Enver Hoxhës, i kishin përdorur dhe faktin që ky pikturonte në mënyrë futuriste, moderniste. Do e shohim, po. Mund të hash burg në komunizëm, në diktaturë për këtë gjëra. Dhe aty ai u bind sepse ishin fotografitë, 2 piktura ishin në dosje. Që hetuesit e kishin fotografuar. Aty u bind që është ky, Lulzim Beqiri. Edhe e vuri mbrapa emrin e tij me dorën e vet dhe filloi të kërkonte Lulzim Beqiri nëpër Tiranë. Dikush i tha ka vdekur, dikush i tha ka ikur në emigracion, siç ikën shumë në 90-ën, dhe i hoqi dorë nga përpjekjet. Kur u hap Facebook, rrjetet sociale, tha u përpoqja edhe një herë. Por faktikisht Lulzimi as numër telefoni nuk mban, se ju e keni njohur vetë. Nuk ka asnjë rrjet social, asnjë gjë. Edhe mirë, i thashon, nëse unë do ta gjej Lulzimin, a je gati të ndahesh nga pikturat, se ke 30 vjet që i mban në shtëpi dhe t'ja japësh atij? Po, e kam amanet, të lutem, po e gjete, unë do t'ja kthej. Edhe unë e vura si mision pastaj, më duk sikur po ta realizoja këtë, do të çoja në vend një gjë që ishte shkruar për të bërë, që këta 2 burra të njiheshin dhe këto piktura të ktheheshin te i Zoti, sepse ishin 2 piktura të thjeshta që një pema, nuk e di, mund mos kenë vlerë artistike, po kishin një vlerë shumë të madhe për personin, për historinë shpirtërore, për historinë e Lulzimit, pra se ai ishte dënuar 9 apo 10 vjet burg dhe kishte vuajtur dënimin në burgun e Spaçit, edhe për shkak të këtyre pikturave. Pas sa vitesh i gjeti Luli pikturat? Me parafërsi. Te dokumentari, se dua ta mbaroj dhe këtë, edhe kur isha me këtë idenë, shkoj u them atyre të punës, pavarësisht se është një gjë që nuk e bën Birni në mënyrë të zakonshme, se ne raportojmë lajme, bëjmë investigime,
por është kjo historia dhe ata më thanë, po, okej, mund ta bëjmë një dokumentar, nëse ti arrin ta gjesh dhe piktorin dhe ashtu, më dhanë ato dritën jeshile kolegët e mi, shefat e mi të Birni dhe u futa për ta gjetur. Elton Baxhakun e bëtë? Po, edhe bashkëpunova me regjizorin Elton Baxhakun, që është, e falenderoj shumë. Pra, ai u fut direkt brenda historisë dhe e projektoi me mendje se si do ta nxirrte nga ana vizuale, sepse unë si gazetare thjesht bëra historinë, gjeta personazhet, po anën vizuale ka gjithmonë regjizori që e realizon. Pas sa kohë gjeti Luli pikturat? Po, te dokumentari duhet të jetë kam përshtypjen 46 vite. Pra, 73-shin u arrestua ai dhe sigurimi i shtetit i konfiskoi jo 2 piktura, i konfiskoi 30 piktura. Por vetëm këto 2 shpëtuan, të tjerat janë asgjësuar dhe i konfiskuan edhe dorëshkrime që ai kishte, se ishte një i ri me shpirt artisti që shkruante, që përkthente, që lexonte letërsi të ndaluar të kohës. Po të gjitha këto që konfiskuan nuk ju kthyen më, pra janë vetëm këto 2 piktura që arritën të riktheshin. Dhe ky është një rast i rrallë, prandaj ne jemi sot këtu duke folur për këtë, sepse nuk ka ndodhur të paktën në dijenin time dhe çfarë dim ne për se si funksionoi komunizmi, që artistëve të dënuar, dhe nuk janë pak, janë me qindra artistë të dënuar gjatë periudhës të diktaturës, nuk është kthyer asnjëri të veprat e tyre që u konfiskuan. I bët dhe një ekspozit Lulit më pas? Po, Rrugës pasi e intervistuam, ishte shumë skeptik kur vajta takova, pra e para nuk besonte që isha gazetare, si e kisha gjetur numrin, si e kisha gjetur emrin. Po si e gjeti? Po tani ne jemi gazetar. Ke agjendat e tu dhe ti? Po, tani databasa e të dhënave është publike, na i kanë nxjerrë patronazhistët, kështu që i përdorin dhe për qëllime të mira. Kisha harru fare. Kështu që ishte pak skeptik, filloi të mendonte në kokën e tij se kush mund të ishte personi, se unë e mbajta në suspans deri ditën që e takoj Astridin. Edhe ditën që u takuan u filmua, për herë në takimin tyre parë u filmua me kamera. U filmua në çastin e shumë. Po ishte shumë emocionuese sepse ata kuptuan që kishin jetuar, ne kuptuam gjatë dokumentarit që ata kishin jetuar shumë afër njëri tjetrit, të dy në lagjin Alidemi, dhe Astriti shkonte pinte kafe në të njëjtin vend, paka shumë në të njëjtin vend, dhe tani kam marrë vesh që janë bërë shok, pra kam historia. Këto 2 piktura shërbyen dhe për të kriju një shoqëri të re, sepse ata gjetën shumë përbashkëta të njëri tjetri, të dy kishin qenë të përsekutuar, kishin vuajtur një. Po, edhe Astriti kishin. Astriti çka ka thënë ndër të tjera si bisedë në atë arkivin e Ministrisë së Brendshme? Ka materiale të tjera tilla të ngjashme? Ai tregonte shumë histori të bukura, pra ai kishte punuar në kohën kur kishte një etje shumë të madhe të mediave për çfarë mbanin ato dosjet. Dhe Astritin mund ta kesh personazh në emision, sepse ai tregon se si preku për herë të parë dhe i hapi, është personi që ka hapur dosjen e vrasjes me Mehmet Sheut. Vetvrasjes apo të vrasjes me Mehmet Sheut që ngelet enig. Pra, vrasjes me vetvrasje. Po. Do të thënë ai e ka hapur këtë dosje dhe u ka dhënë mediave, se si një arkivist i ri që sa i kishin marrë në u hoqën, si me thënë, u bë një ndryshim i punonjësve administratës në 92-shin. Po, hoqën ata të vjetrit dhe sollën të rinj që kishin qenë të përsekutuar, sa kishin mbaruar shkollën. Nga kështu, hop, direkte. Edhe Astriti tregon që kishte njerëz që vinin kërkonin një foto familjare, që të gjyshit që u kishte humbur, që se kishin një pashaport, një gjë, më thënë, vinin pa fund duke kërkuar këto vërtetimet e pronave, çdo gjë. Dhe 2 pikturat ishin një gjë e rrallë, nuk ishte para, ishte herë parë që ai shifte 2 piktura, të cilat ishin jashtë inventarit, dhe bëri gjën më të mirë që i mori me vete dhe erdhi dita që ja ktheu të Zotit. Pikturat unë i kam parë edhe duken shumë të mira për kohën. Unë po t'isha komunist, do dënoja më shumë Lulin, se e meriton të dënohet më shumë për frymën e kohës edhe për gjërat. Zoti Kapexhiu Bujari, çfarë ka thënë për artin e Lulit? Di që keni bërë një ekspozitë tek... Ekspozita u bë tek Këshilli Europës? Tek Europa House. Europa House. Atëherë, Bujar Kapexhiu e zgjodhe mua dhe Luli si kurator të ekspozitës, edhe për shkak se Luli kishte një joje personale, kishin punuar bashkë dikur dhe kishin një simpati për njëri tjetrin. Dhe Bujari sigurisht që e vlerësonte artin dhe stilin e lulëzimit, pavarësisht se lulëzimi ngeli i panjohur. Për shkak të burgosjes, ai ngeli i panjohur. Dhe kur ne po përgatiteshim për të bërë premierën e dokumentarit, mendova që do ishte mirë që ai të kishte ekspozitën e parë, edhe ndoshta vetme të jetës tij, kështu që Bujari na ndihmoi shumë, u mor me pikturat, me ekspozitën dhe arritëm që
për herë të parë, ai ta ndjente veten vërtet piktor. Pra, sepse deri dia ai kishte pikturu për veten, për familjen, askush nuk e dinte çfarë pikturonte. Natyrën e tij të qetë, ndoshta edhe me modeste. vuajtjen se këto piktura i kishin çuar drejt atij ferri që kishte përjetuar. Por, sidomos piktura e nënës, për mua, më ka ngel në mendje, u ja kam sjell dhe foton, besoj. Po e shohim dhe tani në sfond, po. Piktura nënës kishte një histori shumë të veçantë. Pasi ai kishte kalu disa vite në burgun e Spaçit, pa prekur penel me dorë, sepse nuk lejohej, kishte rregulla shumë të rrepta, filloi të kishte pak liri në burg dhe u lejuan që t'i sillnin edhe ky i tha nënës që më sill penela dhe te lajo, dhe ajo i tha, je të çmendur je në burg, e kupton, e ke mendjen te këto, të lutem mi sill, i tha Luli, siç ma ka treguar vet. Edhe kjo i kërkon ndihmë ca miqve të këtij, të cilët ja japin edhe ja çon. Dhe ai ka ndenjur 8 muaj rresht, siç tregon Luli, duke pikturuar portretin e nënës nëpërmjet një fotoje që kishte në xhep me vete, dhe ai ishte portreti më i bukur, ishte shumë i bukur ajo pikturë me ai portret. Luli ka dhe piktura të tjera shumë interesante. Ai sa i njohun artin pamor, ai sa i njoh dhe pikturat e Lulit, ka dhe disa tjera që meriton të bëj një ekspozitë edhe më të madhe se kjo që keni bërë ju, që është shumë dashamirëse nga ana juaj. Si është sot përgjithsisht fati i njerëzve të tillë si Luli? Se ju i ndeshni pothuajse çdo ditë me punën tuaj. Ti ndjen një dhimbje shumë të madhe për jetën e çuar dëm, jo për faj të tyre. Pra, një talent i çuar dëm jo për faj të personit, por për faj të sistemit dhe kohës kur ai jetoi. Dhe kjo është dhimbje e madhe që ti të kesh, mos ta kthesh më dot kohën brapa. Ti të kesh një talent dhe për shkak se jeton në një sistem diktatorial, nuk të lejohet ta çosh për te atë talentin, të bësh ekspozita. Mund mos se kesh talentin e Picassos, por pse mos ta kesh mundësinë? Pra kjo është e keqja e diktaturave, e regjimeve totalitare, që nuk ka liri individi të jetojë ashtu siç do, të mendojë dhe të bëjë jetën që do. Edhe kjo është dhimbja që mund të ndjej Lulzimi dhe ndoshta edhe shumë artistë të tjerë, që jetën e çuan në burgje, ose duke rritur familjen dhe duke u marrë me punë të rëndonta, ndërkohë që kanë humbur mundësinë për të bërë artistë të mëdhenj, që mund të ishin bërë nëse do jetonin në një kohë tjetër. Si e shihni sot të frymën antikomuniste ose muzealizimin e saj? Shumë vonë, po flitet për të gjë. Çfarë bën? Shumë vonë. Edhe Fondacioni kujtoj që ju e përmendët, 6 vite ka që është krijuar, po ka etje. Nga brezat e rinj, unë shikoj që ka një etje nga fëmijët e ishtëpërndjekurve dhe nga nipërit e mbesat e ishtëpërndjekur për të mësuar të vërtetën. Se çfarë ka ndodhur me ta, pse janë dënuar, pse ndodhte kjo gjë. Po ka edhe një etje për drejtësi. Pra nuk u dha kurrë drejtësi. Do të thënë, çdo njeri i ri sot që ka lindur pas 90-s, kur mëson që gjyshi vet u dënua sepse thjesht pikturonte, po pikturonte jo ashtu siç i pëlqente pushtetit të kohës, ndjen zemërim dhe kërkon drejtësi për këtë gjë. Djali juaj i madh nuk ka mësuar asgjë në shkollë lidhje me këtë gjë, për shembull me ishte dënuarit. Shumë pak. Unë mendoj që djali im më shumë ka mësuar kur unë e mora me veten në kampin e Tepelenës, Tepelen, nga dëshmit që i dëgjoj me mveshët e tij atje, se sa nga ligat. Si reagon, çfarë thot, se kupton dot situatën? Është rënditse për të rinë. Është rënditse? Po, është shumë rënditse. Dhe është shumë e rëndësishme që të rinë të mësojnë historinë e vendit tyre, ashtu siç ka qenë. Domethënë, imagjino tani në Gjermani, fëmijët gjerman të mos mësojnë çka ka ndodhur me nazizmin. Hebrejt mësojnë vit pas viti. Po pra, duhet, është e nevojshme, është shumë e nevojshme sepse duke mësuar për të shkuarën ti përgatitesh që kjo gjë mos të ndodhë më në të ardhmen, pra të rinjt e kuptojnë se çfarë është diktatura, çfarë është mungesa e lirisë, dhe nuk e lejojnë që të ndodhë në të ardhmen. Pra nuk merret liria si e mirëqenie. E kam sot dhe do ta kem gjithmonë, jo. Duhet ta dish që mund mos e kesh nëse ti lejon që të ngrihen sisteme autoritare ose sisteme totalitare. Më thoni pak më shumë, si është ndar jeta e Lulit? Pra, kjo pjesa e pikturës, e kuptuam, gjeti veprat e tij pas gati më shumë se 45 vitesh, po çfarë njohu ai pas rreth gati 40 vitesh? Çfarë nuk ishte njohur? Cili ishte personi që nuk e kishte takuar kurrë në jetë?
që ishte shumë i rëndësishëm. Që ishte është i rëndësishëm si nëna. Elian, më bëri shumë përshtypje shpreha që keni vënë siglën e emisionit, gjithë secili prej nesh është një histori. Po, gjithë secili prej nesh çmendet sipas mënyrës vet. Po. Dyshim. Edhe secili prej nesh ka një histori. Po, sigurisht. Historitë e disave, si e Lulit, janë përtej historive të zakonshme që mund të ketë çdo njeri dhe janë histori që të prekin dhe të bëjnë të reflektosh jo vetëm për personin, për gjithë kohën kur ai jetoi. Atëherë, Lulzim Beqiri ishte fëmijë vetëm 2 muajsh kur babai i tij u arratis nga regjimi komunist. Një djalë 20 vjeçar, 19 vjeçar, siç martoheshin atko, u arratis nga frika se mos e arrestonin, por nuk e mendoj kur se çfarë do ndodhte me djalin e tij të sapo lindur dhe me gruan e tij të re që ishte po ashtu 17 vjeç, 18 vjeç. Më vjen keq se tani harroj emrin e nënës së Lulzimit, po. Dhe ajo vendosi të arriste të rjetën e vetme me një kalvar vuajtjesh, sepse ai u damkos që 2 muajsh, Lulzimi, si armiku popullit, fëmia armiku të popullit. Pa ky ishte armiku popullit dhe pse s'kishte bërë asnjë faj, pasi babai i tij ishte arratisur. Dhe unë në shtëpinë e Lulzimit kam parë qindra foto që babai i dërgonte nga Australia, ku kishte emigruar. Dhe ky i dërgonte foto, ai i dërgonte foto. Pra, një marrëdhënie bab-bir e vendosur nëpërmjet fotove. Ai se kishte njohur kurrë. Dhe pasi bëri dhe burgun për arsye politike që ne folëm në pjesën e parë, Lulzimi del, martohet, ndoshta edhe për t'i shpërtuar për ndjekjes së sigurimit të shtetit, martohet, bën fëmijët e tij dhe vjen ka përcylli i regjimit komunist në 90-91 dhe kishte një lloj, si me thënë, lëshimi, lirie për një kategori caktuar, sepse babai i Lulzimit kishte kërku vazhdimisht në organet shtetërore që jep një vizë djalit tim që të vit më takojmë. Dhe në këto persona që do merrnin vizat e para, të 91-shit, sa kishte rënë se ti, mblodhet dhe drejtoria e policisë. Po diçka e tillë futet dhe Lulzimi. Edhe i emocionuar, ndërkohë ishte babai 4 fëmijëve, s'kishte njohur kurrë babain e vet. Dhe unë e paramendoj se çfarë emocioni mund të jetë për njeriu që për herë të parë ta takoj babain diku 37-38 vjeç, gati 40 vjeç. Pas gati 40 vjetësh. Po. Edhe ai ka shkuar në Australi, e ka takuar, pastaj siç më ka treguar, babai u kthye në Shqipëri pas disa vitesh dhe donte takonte nënën, por kishte shumë frikë, ndjenj faj, ndjenj përgjegjësie që kishte lënë vetëm, kishte rritur djalin vetëm dhe kishte vuajtur. Dhe në intervistën që unë i kam marrë për dokumentarin, ishte i vetmi moment kur Lulzimi qau, nuk qau as për vitet e burgut, as për gjërat e tjera, vuajtjet e burgut, por i vetmi moment kur ai qau ishte kur tregoi takimin e babait me nënën. Ai çasti kur ata u takuan pas nuk di, pas 45 vitesh, se ai erdhi më vonë këtu. Ai aty ndërkohë i vinte edhe keq, ndërkohë s'donte të ishte dëshmitar i kësaj dhimbje. Po ishte një moment shumë prekës, domethënë që njeriu edhe pse ishte burr, u bë fëmijë, si më thënë për herë të parë në jetën e tij me nënë e bab përpara. Babai i tij ishte martuar, kishte ndërtuar jetën në Australi dhe fati i Lulzimit është që ai ka një motër gjysmë australiane, gjysmë shqiptare, e cila e do shumë, e telefonon, e flet, po. Sepse më ka folë shumë për motrën e vetë, ka parë dhe dokumentarin, ja kemi dërguar, është... Pra, historia e Lulzimit si njeri është një ndër historitë, mira historitë e shqiptarëve në regjimin komunist, që edhe janë aq të ndryshme, po dhe me gjajnë me njëra tjetrën. Gjajnë me njëra tjetrën në pikën që ju mohuaj drejta për t'jetuar të lirë, për t'jetuar me njerëzit e tyre të dashur, sidomos kur i kishin të arratisur. Dhe gjatë punës tonë që merremi me memorin kemi hasur plot histori që janë takuar pas 40 vitesh me familjar ose me gruan, me fëmijët, i kanë njohur pas shumë vitesh, pas ish hapur kufiri. Dhe kjo e bëri që t'ishin drama njerëzore, po jo të veçanta, janë me 10, me 100 drama të tilla njerëzore, që kishin lidhje vetëm me sistemin totalitar ku jetuam. Dhe të mendosh të shkosh të takosh babain në Australi, jo diku në Europë ose në skajin verior ose të fundit të Europës diku tjetër, po në Australi. Dhe peripecia që ai ka bërë për të shkuar nga Tirana në Melbourne, nuk e di se ku e ka takuar, do ta ndjekim te materiali pastaj. Ka qenë edhe ajo një histori tjetër më vete dhe takimi i parë me të. A kemi sot raste ku po thuaj se janë zhdukur këto historitë personale të njerëzve të tillë? Po, shiko, prandaj të thash... Apo koha ka bërë të vetën?
ta thash dhe në fillim që jemi shumë të vonuar për të dokumentuar memori dhe histori dëshmit e kohë, sepse shumë prej tyre kanë vdekur, ose jetojnë jashtë, pra jemi të vonuar. Kjo duhet ishte bërë direkt pas 90-s, pra marrja e dëshmive gojore dhe ruajtja e tyre për brezat e ardhshëm, pra për të ruajtur, duke marrë dëshmin, duke treguar historinë e Lulëzimit dhe mirat të tjerëve, ti u jep së pari atyre dinjitet për atë vuajtjen që kanë pas. Pra, u njihet, si me thënë, vuajtja, u njihet sakrifica që kanë bërë të jetuarit në një diktaturë. E dyta, u shërben brezave të rinj, për të njohur se çfarë ka ndodhur. Pra, kjo duhet ishte bërë shumë herët, është bërë me copa, sepse ne dolëm nga ai sistem të rënuar ekonomikisht dhe normalisht pak e patën vëmendjen që të merreshin me dokumentimin e të shkuarës. Megjithatë, po mundohemi të bëjmë me përpjekje pamundur. Mu më ka ndodhur që personazhet që i kanë marrë intervistë sot kanë ndruar jetë akoma pa u shfaqur dokumentari. Pra, duhet përpiqemi sa më shumë t'i marrim sa më shpejt, sepse janë në një moshë ata që kanë vuajtur gjatë asaj, se jemi 34 vite pas rënies sistemit të vendosh po. Gjithsesi duket sikur është afër tani. Për shembull nga kampi i Tepelenës, që ka qenë në vitet e para, 54-59, një nga kampet më të mërshme që ka pasur gjatë diktaturës komuniste, sepse ishte i tmerrshëm për shkak të kushteve dhe për shkak të njerëzve që ishin internuar, si ishin gra dhe fëmijë dhe pleq. Pra, si më thënë, kategoria më e dobët e njerëzve dhe ata pati shumë vdekje për shkak të kushteve të këqija, sëmundjeve në kamp. Kemi akoma një dëshmitare gjallë, Klora Merlika, që është 92 vjeç, ajo ka qenë vajzë e re, edhe mban mend çdo gjë, mban mend shumë. Është një dëshmitare që na ka ndihmuar shumë. Klora? Po. Na ka ndihmuar shumë në dokumentimin e historive të këtij kampi, sepse mungojnë dhe dokumentet. Por jemi të vonuar. Në Spaçin çfarë ndodh sot Blerina, pyetja e fundit? Mua që më bie të shkoj shpesh në Spaç për shkak se xhirojmë, bëjmë dokumentar, e shoh që ai rënohet për ditë dhe mendoj që nuk është i sigurt. Por ka një tërheqje, është një shumë atraktiv për shkolla verore që bëhen. Domethënë, atje ka vizita gjatë gjithë vitit. Organizata të ndryshme, aktivitetet të ndryshme, edhe të huaj dhe turistë tani kanë dëgjuar për të. Spaçi po tentohet të kthehet në muze, pra ka iniciativë të qeverisë për ta kthyer në muze, është kontaktuar një organizatë huaj, një fondacion italian që merret me sajtet e UNESCO-s dhe përfaqësuesit e këtij fondacioni kanë ardhur në Tiranë, na kanë takuar ne të shoqërisë civile dhe institucionet. Janë bërë renderat se si do duket? Janë bërë imazhet se si do duket? Jo imazhet, ka më shumë një plan menaxhimi financiar deri më tani se sa imazhet, po ekspertët që janë arkitektë ose të tjerë që merren me këtë, mendojnë që duhet ruajtur ashtu siç është paktën, domethënë duhen përforcuar të jetë i sigurt, se ka shumë vizitorë që shkojnë. Po bie. Dhe pastaj të bëhet dhe një muze, ideja fillestare është që muzeu mos të bëhet lart në Spaç, në vendin e vuajtjes dhe po të bëhet poshtë, ka kundërshtime nga bashkia dhe nga organizatat për të përndjekurve për këtë gjë, shpresoj ta gjejnë gjuhën e përbashkët dhe ta bëjnë sa më shpejt. Edhe të marrin edhe minjerën, sepse Spaçi pa minjerën nuk ka kuptim. Ai ishte një kamp pune i detyruar. Ata përdoreshin si sklever. Pra, Max Velo, Fatos Lubonja dhe shumë personazhe të tjerë që ishin të dënuar politik, atje punonin në minjerë. Dhe kjo ishte, domethënë, nuk mund të ketë kuptim muzeu Spaçi pa minjerën që ka ngjitur, e cila është dhënë me koncesion, më duket nuk është fare pronë, ka dhe probleme pronash, por nuk i futem dot tani me detaj, se duhet parë më thellë se ku është problemi. Të falenderoj shumë për bisedën. Është kënaqësi gjithmonë të flasim për të tilla gjëra në studion e Esencës. Do ju lë tani me një material që bazohet në punën kërkimore të Blerinës, në lidhje me Lulzim Beqirin, piktorin, artistin, që e njohu babain e tij pas 40 e ca vitesh. Lul, të falenderoj shumë dhe të uroj jetë të gjatë dhe shëndet ty dhe familjes tënde. Natën e mirë. Lulzim Beqiri, dora vetë, lindur 7 prill 1949. Ky 7 prilli është pak i vështirë ta thuash në kohën e atit merhumit, sepse ditëlindjen me 7 prill se kanë bërë kur në kohën e komunizmit. Nga frika e invazionit fashist
italian. Se vjeshin re edhe këto data. E pra me lindjen, më kujtohet si që më kanë thënë njerëzit e shtëpis, nëna, gjyshja, ka qenë ditë me shi. Po është interesant se kjo dita me shi ka vazhduar për i periudhë të gjatë. Nese, rreth qershorit i mat arratiset. Arratiset nga frika e regjimit, se si duket kishte edhe një horizont tjetër nga ajo gjendje që ishte në atë kohë. Megjithse pa mbushur 20 vjeç, 19 e sa ka qenë, edhe në qershor nese me një grup nga Tirana me i fjalë, shokët e tij, arratiset, edhe më vonë me çmorën vesh arrin stabilizohet në Australi. Në demokracinë 90 me i fjalë, ne kishim marrëdhënie me letrat, si që thash herë mbas here, edhe foto herë mbas here, po edhe ishte kujdesshëm, bënte foto me i fjalë që ishte me familje tjetër. Edhe gjithmonë nxirrte fotot që s'kishin të bënin me zhvillimin e atij vendit të Australisë, me i fjalë perëndimet si. Gjithsesi herë demokracia 90-ën, unë se kisha parë babajnë asnjëherë. Biles ndodhi diçka që babaj kishte bërë një letër gjatë Komiteti Qendror, që donte që takonte djalin, bënte thirrje sepse nuk kishte ndonjë aktivitet politik. Ishte një arratisje prej fëmije me i fjalë, pavarësisht që kishte në mendoj. Edhe do të që ishte Ramizi, me sa maj mënu, edhe në thirën ministri, jo në ministri, në degën e Tiranës, tek Myslim Shyri. Edhe shoh që në atë sallën sipër ishin një 60-70 veta, ishin të parët që morën pasaport për dalje jashtë shtetit. Njëri në Itali, tjetri në Greqi, në vendet ndryshme. Po, doli dhe i oficer, se kush ka qenë se mbaj mend, edhe në dha ato uzimet, që pat qarë pat, ishte qishte, mos hapni gojën kur të ktheheni. Edhe babaj e preu biletën, kuptohet se s'kishte në i mundësi unë, edhe bën një rrugë shumë të gjatë në fakt, në atë periudhë, se i thonë 40 e sa vjetë. Arrita, se edhe në Australi bëra me avion me i fjalë, se është kontinent. Nuk shkum direkte në Brisbane, është një qytet në lindje, se qytetet në përgjithësi janë në Bregdet. Pjesa e brendshme është e pa, akoma nuk është zhvilluar. Se është një kontinent që me 20 milion banor që mund të mbajë deri në 600 milion. Kjo është llogaritur. Edhe po na prisnin në aeroport në Brisbane. Po ishim mbledh shqiptar dynjaja. Edhe interesant se kishin marrë dhe tabela, ke parasysh si që presin atëherë. Edhe unë ja bëra, po kam qenë edhe kështu i dhënë mas fjalës e mas, i thash s'ka nevojë për tabelën, sepse babaj ngjante në mënyrë të jashtëzakonshme me i fjalë, ngjanim shumë. Nëse ai ishte i martuar, kishte 2 fëmijë, e shoqja më priti shumë mirë, fëmijët pa dyshim, edhe ato është shumë mirë. Edhe vazhduam, ne ta gati 6 muaj atje. Po, nderin më të madh që më bëri babai ishte se
kishte qef të heste, të shetiste. Kemi bërë rreth 100.000 kilometra. Me i fjalë pash Brisbanein, ku jeton dhe babaj, pash Melbournein, pash Sydneyn, pash Perthin, pash Adelaiden, pash edhe Canberra në kryeqytetin, pash edhe parlamentin në Canberra. Kjo ishte, kam takuar atje, miqe, shok të babajt, të emigracionit politik, ballit kombëtar, legalitetit, por që nuk duhet të flas më gjatë në këtë drejtim, po... Babaj kishte aktivitet politik këtu që u arati? Jo, babaj punon të shef kontabli kooperative konsumit në Tiranë. Ishte i ri fare, po atëherë kishin nevojë për kuadro. I arsymuar ishte, edhe po ishte punë parash, kishte frikë edhe nga regjimi, kuptohet se familje që nuk ishim të pasurit e dynjas, po ishim familje e kamur. Edhe babaj kishte edhe frikën e paras, atëherë s'kishte funksionote me copa letre. Parat ishin sirtar me grushta. Qatë tha në atë qastin e parë, kur të priti në aeroport? Babaj nuk tha si gjë se u mek. Pastaj duke se ishin edhe shqiptar tjerë që ishin afër ti, pastaj tha, me që hymë edhe pak në muhabet, shu tha, unë prisja në e katunar, tha. Pse a i mendon të ato gjoket e ato veshjet e... Se kishte kënaqësi të kujton të jetën e tij, të dikursh. Pastaj filluam muhabetet, lekjet nuk na doli dhe kohë, me thënë drejtën, se shumë shqiptar, sidomos në Melbourne, më tepër kosovar. Babaj vjen në 94. Vjen në 94. Po para se të hynë të ke babaj, unë me fjallë më lodha rreth $2.000 nga babaje, ku ta di unë, një televizor me ngjyra të vogël, se atëherë ishte gjë e madhe. Edhe bëra dyqanin klubin. Mendova një javë, tha, ç'a do bëj? Se ki parasysh sa një tyrë demokracia. Kush pyeste? Kështu që të paktën bëra atë që mbjetova, se do hanin 4 fëmijë. Plus puna e tjetër. Nese, në 94 në erdhi babaj, dolën e pritën shumë, nënas nuk doli me e prit, në Rinas. Edhe unë ndjesha në siklet. Ki parasysh se unë isha regulatori. Gjyshja kishte vdekur. Ke dera korridorit aty, hyn babaj, nëna ishte brenda korridorit. Unë mes tani, se 100 manja përpara, nga ana psikologjike, thash po më ndodh diçka, unë vetë isha në atë gjendje. Edhe ai u afrua, e kapi në qafë, i dha dorën. Në mbaj mend që nëna i tha, ç'më ke bërë Mustafa? Ai jo u zverdh, po u zbardh. Edhe e la nënën edhe hyri nga korridori, hyri në dhomë brenda. Unë nga shëry me i fjalë. Unë edhe gruaja, dikush nga gocat e vogla, netër me nënën, që të vinja unë, pastaj ke babaj. Me i fjalë ishte një gjendje pak tronditse. Edhe s'mundan këto probleme psikologjike, se ka filluar historia që në lindje, reje në Tirs, shi dhe lot, edhe interesant se më kanë ndjekur deri ditën që rash brenda.
pastaj nuk pash më shi dhe lot se kisha probleme me punën. U afruan me njëri tjetrin pastaj? Po, u afruan. Sa ndej një babaj këtu? Një 4 muaj, po. Ikte, vinte? Vinte, pastaj erdhi me fëmijët, ka ardhur 2 herë me fëmijët. Si keni lidhjet me ta, me fëmijët? Po, të mira, po më tepër me motrën. Ajo është shumë e dhënë mas meje dhe mas gocave të mia, mas familjes me i fjalë. E pata një film dokumentare, erdhi nga Australia, ma bëri surprizë. Neti 3 javë, edhe shumë e dashur, po fatkeqësisht mu më ka hik ai se mosha bën të vetën. Kalvari gjatë edhe ajo bën të vetën, po shqyqyr që realizova atë që nuk e shpërbëra familjen e vjetër dhe ndërtova familjen e re. Tani më nis me 76 me pikturën. Atëherë, si që thash, në ato vite, para se të bie në burg, kisha filluar edhe pikturën, edhe kisha filluar mirë, që është e vërteta, më ndihmonte edhe albumet edhe shokët e miq që kisha parë, që është e vërteta, dhe që të mos ta zjas, kisha miq, shok, po, natyrisht, i ri isha, kisha dhe mikesha, shoqe, dhe njerëz prej tyre, më të afërt që kisha, i pata bërë, i pata dedikuar, si të themi, një pikturë. Fillimisht nuk më pëlqeu, i bëra diçka tjetër, po të njëjtën gjë, me motivin e një peme, mbanin të rritë asaj kohë të paktën, se këtë kohë janë i qikë më të avancuar. Një pema e dashurisë, si që themi ne, rreth viteve 76, se ishte edhe një kohë që kishte një farë konflikti në marrëdhënie, sepse sigurimi i shtetit, marrëdhëniet, letërsia, piktura, edhe gjithsesi kjo pikturë filloi arrestimi, burgu e tjerë, ishin të harruara të gjitha, se ishin kontroll shtëpia në kohën e arrestimit, 2 herë bile, të marrë gjithë shka kishte, rreth 30-35 piktura, edhe vjen koha e lirimit, mbas shumë e shumë vitesh, kur kisha rënë në qetësi, kisha rënë në atë limontin time, kisha kryer shumë detyra, familjes e fëmijë të rritur, të rregulluar, të martuar, etj. Vjen rreth vitit 2022, nga dhjetori bile ka qenë, marri telefonat. Alo, kush jeni? Lulzim Beqiri. Juve, jam gazetare. Cila? Blerina Gjoka. Interesanti thash, nuk e di të kem punë me gazetarët, gjithsesi më thuaj. Më thot që kam një surprizë për ty. Urdhëro. Tha, duhet të jap diçka. A e di se çfarë? Jo, i thash. Piktor ke qenë, bëm një farë muhabeti me të, nese një ditë prej ditësh vjen, edhe prap nuk më tregon se çfarë do të më jepte, surprizë. Që të mos gjate me takoj, fillimisht, natyrisht, thash, takohemi një herë, se tha du intervistë për ty. Takohemi një herë, thash, pimi kafe, ke piromani e pimbile, të shohim kush jam, kush je. Më pëlqeu bizeda, erdhi dhe Baxhaku, regjizori, edhe lam për të nesmen, për të bërë një intervistë.
E bëm intervistën, të nesme më tha, kemi pak punë, sepse do të kemi surprizën. Po prisja mendje që është surpriza. I përmenda disa. Jo, mua s'm binte në mend fare. Nëse shkuam aty në një bibliotekë aty afër gjykatës, mësone kokolari me i fjalë. Edhe mbas pak na vjen një person me diçka të mbledhur. Prezantohet Jegeni, tha, mbi emrin, Astrit Jegeni, Lulzim Beqiri. Sa më tha Jegeni, thash, po filanin, kushëri, tha, ra muhabet, tha, unë kam gjetë 2 pikturat tujat. Ke qef t'i shofësh? Patjetër, thash, mi hapi. Filloi edhe Blerina, i njef, si njef, të kujtohet. Me kalim në kohës filloi, se i thonë 50 vjetë. Edhe e kuptova që ishim pa ato. Intervistën me Blerinën e bëm. Disa nga këto muhabete nofta më shkurt se sa me ty. Edhe më dha i fjalë se pa dhe ambientin, pikturat. Tha, e di që do të hapi ekspozitën ty. Thash, pa ma duhet punosh të. Po më vuri në sedër, se rrallë kap një në një penel, i ka majt gjithmonë me thonë drejtën, edhe ngjyrat. Edhe fillova bërë edhe ca gjatë asaj kohe, derisa më prezantoj edhe me një ekspozit time. Këto piktura mi pru, ose ja dërgoj Blerinës, Astrit Jegeni punonte në arshive Ministrisë Brendshme, edhe gjatë punës së tij brenda, shef dosjet, bie në dosjen time, pastaj duke parë se edhe pikturat hidheshin sa këndej, aty ishte një rëmuj, tregon Astriti, dhe pash 2 piktura me i fermata pemën e famshme. Nga mbrapa, tha, pash edhe një LB, tha, duke parë edhe dosjet me emrin, mbi emrin tatë edhe me të stampuara në ato dosjet kuptohet, ato përthimet e pikturat. Thash, e këti duhet jenë. Edhe ja thash Blerinës. E kërkoj këtë njeri, më kish kërkuar me vite të ra, po kur se jenë, me gjithë se ishim afër. Blerina u tregua e gashme, tha, atë e gjej unë, tha, pa merak. E gjeti Blerina, kontaktuam, telefoni, dhe e gjitha pastaj erdhi mbrapa. Pastaj duke u futur në atë botë, se isha shputur, i thonë 50 vjetë. Duke u futur në atë botë, në ato kalamishte, në ato filloi truri, edhe kam pak zhvilluar këtë natyrën e imazhit. Edhe arrita ta ndjej plotësisht. Fillun të më kujtoheshin edhe 2-3 tituj të punëve të kaluara. Kam pas një mbrëmje ëndrash, ma përmend edhe ai piktori famshëm, s'du t'ja them emrin, në deklaratat e atit, ka 2, jo 1. Edhe një stacion berlinez. Diçka e tillë me i fjalë, fillun të më lindin në memorie. Në vazhdim të kësaj, duke hequr luftën për bukën, ta themi cop, edhe për fëmijët edhe për familjen, në këtë gjendje që jam, luz vetëm shëndetin. Duke pasur shëndetin do angazhohesha maksimalisht. Edhe në të lexuar, se është botëm vete, edhe në pikturë. Se është një gjë, nuk e kuptojnë, sidomos brezi, që leximi është tjetër gjë. Filmi është tjetër gjë. Se dikush
një mbesa, më ka thënë që ja, e shoh në film. Po, kur e lexon, filmin e shef regjizori e vetë, e shef si mbas mendjes tënde, nuk e shef si mbas prezantuesit të filmit. Gjithsesi, Zotit i lutem shëndetin, por njëkohësisht i bëj thirrje edhe njerëzve që ndihmojnë sadopak për të vënë në pa brezin ton. Jo thjesht për bu, po dhe ato që kanë vdekur, që kanë qenë njerëz, biles unë i përshëndes edhe në atë jetë që janë. Atëherë, Elian po tregoj dhe disa nga pikturat për shpjeguar se duhet futesh natyra këtyre punëve, janë pak që duan shpjegimin e tyre. Një nga këto, më kujtohet e kam bërë në Theth, rreth vitit 1975-76. Edhe është bërë punë me pastel edhe me flamaster. Është bërë punë e shpejt, shumë e shpejt. Është në për masat vogla, me thënë drejtën, kjo është të zmadhuar për të parë më mirë. Pastaj hidhemi dhe tek pema e dashurisë, siç më lindi ideja nga puna që pata në ato fillimet e, siç kam thënë me i fjalë, ajo puna e parë me shpatull biles është bërë. Këto kohët e fundit më lindi ideja ta bëj pak më grafike, më moderne, si të themi. Edhe arrita deri këtu. Kjo pastaj është bërë kohët e fundit, biles Blerinas, më ngacmoi Blerina që pse s'punon edhe bëra këtë prag pranvere, më pëlqen kjo natyrë pune. Po këtë cikli i punëve që ke këtu me diell me... Ajo është toka jonë, me i fjalë për të mbirë mbajt ambientin, tokën, me i fjalë e pash në këtë sy dhe më pëlqeu. Po edhe kjo është interesante për mu, kuptohet gjithmonë, se këtu në mes janë stilët që po ikin dhe komplet me i fjalë sfondi dhe kryesorja e gjithë tablos me i fjalë është në prag të lindjes pranverës. Që shkë akvareli shumë i bukur këtu? Po, kjo është nga, kisha një imazh nga Divjaka, ku digjeshin shkurret, edhe me thënë drejtën këtë punën e imazhit e kam se mbyll sy dhe më kujtohet, më krijohet një tër e asaj kohe, e peizazhit, qoftë gjendjes shpirtërore, diçka e tillë. Këto në përgjithësi është edhe vdekja sjell jetë, është pak më e thellë se sa titulli që i kanë vënë. Atëherë këto janë ato dy pikturat që Astrid Jegeni mi gjeti në arshivin e Ministrisë Brendshme. Në fakt, kjo është e para që i pata bërë një dhuratë, po me që nuk më pëlqeu e punuar plotësisht, bëra dhe këtë dytën, por tamam janë të viteve 75-76. Ja. Piktor Lulzim Mustafa Beqiri, 35-30. Kanë qenë pak më të mëdha, po i ka shkruar Etusia, sigurimi i shtetit. Do me thënë këtu thot 1976. Po, ajo është. Se është emri... Qartë. Po, piktor Lulzim Mustafa Beqiri.
Në qa materiali keni punuar? Ka qenë një kartonqin, shiteshin atëherë ke Melika, në qofë se, jo, ti se mba më. Te Melika të dyqani I artit, po. I artit, e? Shiteshin Kam dëgjuar, mos e mbaj kartonqin. mend, po kam dëgjuar. Pa tjetër është pranë estradës, ka qenë një dyqan.